e akuzuari Slobodan Radenković, fajtor, e gjykon me dënim unik me burgim në kozgjati prej 2 vite dhe aprovimit të marrëveshjes mbi pranimin e paqësisë në shtatat themelore në Prishtinë, Departamenti Special në emër të popullit, në datën 29/4/2026 merr të publikisht shpall këtë gjykim. E akuzuari Slobodan Radenković me të si personale si në shkresat e lëndës është fajtor për shkak të veprës penale në pashkrirje, sulmi ndaj personit zyrtar, si të veprës penale në pashkrirje, pjesëmarrje në turm që kryen vepër penale dhe huliganizëm të njëjtit i cakton. Për pikën 1 të këtij gjykimi dënim me burgim në kozgjatje për 2 vite burgim, duke ju llogaritur kohën e kaluar në paraburgim nga data 14/2/2026 tutje. Për pikën 2 të gjykimit dënim me burgim në kozgjatje për 6 muaj burgim, ndërsa në pas peninin 44 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës me pëlqimin e të pandeurit, dënimi me burgim prej 6 muaj zaventësohet me dënim me gjop në shumën prej 15.000 euro. Kurse në pas peninin 76, paragrafi 2, në paragrafi 2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, e gjykon me dënim unik me burgim në kozgjatje prej 2 vite, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 14/2/2026 e tutje dhe dënim me gjop në shumën prej 15.000 euro.